Ndalë një muzikën me këtani mua në studio. Miq, përveç shumë projekteve të bllokuara, për shkak të çështjes së tenderimit, të mos tenderimit, mos ta themi kryerjes së planifikimeve më kohë, pastaj edhe për shkak të përplasjes me nivelin qendror, që për shkak të komisioneve të ndryshme trashëguese, inspektorati për trashëgiminë kulturore për shembull ka ndalur 2 projekte të cilat i ka nisur përpara Rama, kryetari aktual i kryeqytetit. Njëri është tek sheshi George Bush, tjetri është tek platforma që lidh Arbrin me pallatin e rinisë. Të dyja janë ndalur për shkak se flasim për objekte të trashëgimisë kulturore, nuk është përfillur projekti, pra nuk është marrë leja paraprakisht nga inspektorati. Edhe mund ta lëm që kjo mund të jetë çështje politike. Po e nxëm dhe po e besojmë që kjo është krejtësisht çështje politike dhe nuk ka të bëjë asgjë me mos performancën e kryetarit Rama. Por ka bllokada në Prishtinë është më e madhe se sa bllokada në Parlamentin e Kosovës. Po ndaj nuk ka gjë që nuk është bllokuar në Prishtinë. Tek investimet kapitale e përmendëm, tek projektet kapitale janë bllokuar. Tek rruga B për shembull ka shpërthyer një gypi ujrave të zeza, edhe gjithë rruga B vërshohet si lum me ujrat e zeza. Komuna që nuk mund të ndërhyjë dot, me që njëri nga pronarët që ka një parcelë private aty, ku duhet të ndërhyjet, ka një kërkesë specifike dhe nuk e lejon dot komunën që ndërhyjë dhe si rezultat i kësaj komuna është bllokuar edhe për këtë. Pra komuna aktualisht është e bllokuar edhe nuk mundet me ndal rrjedhjen e lumit të ujrave të zeza në rrugën B për shkak se nuk mundet dot me ndërhyjë tek një është bllokuar edhe nga një pronar. E verifikova, nuk kishte të bënte me nivelin qendror. Ky qytetari nuk besoj që është për shkak të presionit politik. Komuna momentalisht edhe shërbimet komunale momentalisht janë të bllokuara edhe tek mbeturinat. Kompania e pastrimit që ka hyrë në një konflikt me komunën e Prishtinës, sepse komuna e Prishtinës, siç kryetari përpara Rama, ka pasur për qëllim që të kontraktoj disa kompani private për të bërë pastrimin e kryeqytetit. Kompania pastrimi që është kompani regionale, pra është për disa komuna që ka konstatuar që komuna e Prishtinës po don me falimentu, dhe këta tash kanë hyrë në konflikte, kanë ndruar rregulloren atje nëpërmjet asamblezës që Rama nuk i kontrollon, sepse është i bllokuar edhe në asamble komunale kryetari Rama momentalisht. Edhe tash përveç tjerash, qytetarët e Prishtinës nuk e dinë nëse duhet paguajnë tek komuna faturën e mbeturinave apo tek kompania pastrimit. Mundeni me pagu të dyjat, por ajo që është e vërtetë është që janë të bllokuara, pra Prishtina është mbushur, është stërmbushur me mbeturina dhe kontrata për t'i futur kompanitë private të cilat paktën do ta pastronin është bllokuar tek prokurimi, nuk kalon dot, edhe ajo e ka blok. Përveç këtyre, një gjë tjetër që është duke ndodhur në kryeqytet është që jemi në terr, jemi në mungesë të ndryshimit publik. Gjithandej kryeqytetit nëpër secilën lagje ka nga një rrugë, ka një vend ku nuk ka drita. Leç nuk ka ndryshim të ri, por edhe ndryshimi i cili ka ekzistuar dhe ka pasur ndonjë defekt që një vit e gjysmë është i bllokuar sërish, sepse tenderi që angazhon një kompani e cila e mirëmban ndryshimin publik është e bllokuar, e pqelluat edhe ju, pra nuk ka kompani në Prishtinë e cila mirëmban ndryshimin publik. Duke pasur gjitha këto blokada edhe gjitha këto probleme edhe në shërbime, se lema në investime kapitale. Në investime kapitale dorën zemër, edhe mund të ketë komplikime politike, por në shërbime ama një komunë e cila nuk i ofron shërbimet elementare, siç është pastërtia, ndryshimi publik, ndërhyrja në gropat, mirëmbajtja që quhet rrugëve, pastrimi e gjëra të tjera, to janë shërbime shumë elementare. Dhe unë nuk e kuptoj dot se si kryetari Rama vazhdon të marrë pjesë në disa aktivitete kulturore, por nuk del publikisht për të përballur me këto probleme edhe për të dhënë sqarimin e tyre për këto probleme. Thrasim përpara Ramën, dua pamje nga kryeqyteti. Provojmë fillimisht kryetarin përpara Rama. Thrasim. Mos më nxini kënd. Jo. Thrasim drejt për drejt kryetarin.
A kem pamje të kryeqytetit, ju lutem? Ajo pamje nga Dardania më pëlqen më shumë ti. Në Dardani nuk ka ndaj projekt të bllokuar. Jo, ka dhe në Dardani atje të nënkalim të Kurizi. Okej, edhe aty pas kemi bllokat. Your call has been forwarded to voicemail. Provojmë edhe një herë për parim Roman.